Çka ju pëlqen derisa jeni këtu në restorantin Dodona? Tua, po zotin unë, që të kalëzova që në bje shkem le, edhe në bje shkem rrit. E më ka metë Maraku, me dalë bjeshve, e që ta më pëlqe kom. Fort mirë kom qef bjesh me dalë. Shihri se më pëlqe si kokër. Çka po të pëlqen në Bajgor më shumë? Ka, paj natyra, vercina, edhe të shetë qërë të fuza për shetë ka silën atje. E që atë më pëlqenë tëna. A do të rrish ndonjë ditë këtu? Ja, që në ardhë pak shtu me hongër i farë kaftjallë edhe te poshtë në vështrim. Edhe kaftjalli këtu po të përqeka? Po, valla, dhe këtu m'pilqe. Pse është bio? Po, qysh jo. Po, qysh jo. A kanë lëshu nga të fshatin jëtë për ka je prej Popova, e kanë lëshu atje banor? Për Popova? E. Po, qysh jo. E kanë lëshua? Po, valla, është asfalti original. Deri në vend? Deri në vend. Po, ka për ka me konë, se si në betë 3 shpi krejtë Popovër. Krejtë Popovër 3 shpi në mitë. E pse, cëllë është arsyja? Aty a? Pa e, sa që kem në atje, duhet në për atje, nuk ka pas as rrym, as ullë, as kurgjë, për këto i kanë bo mas i mi dalë krejtë për atyjit. Kurse këta këtu të gjithat i kanë? A? Ta këtu në Bajgor të gjithat i kanë këto që? Po këtu vëllat të tonat mirat. Gjenet? Qenet. Beli vëllohet gjenet. Pa i kësinon isha, po? Po. E gëzofsh, faleminderit shumë. I gëzofsh 80 vjetorin, nështë ta takojmë. A, faleminderë, shumë faleminderë. Në Bajgor, si që po shihet prapa meje, ekziston ski lifti i cili shërben gjatë kohës së dimrit. Dhe këte e mirëmban dhe e shërben restoranti Dodona i cili është këtu që nga pas lufta dhe punon me shumë sukses. Për ditë punon me ta, punon me ta. Një herë punon me ta. Pa i qënë në trega, i shetni? Jo, shënë trega. A vesh për veti i kënje? Vesh për veti. O, Kem gjithë bolë. a paska, do më thonë... Besoj se shumë kusht që ka dëgjuar për këtë fshat e din edhe do më thënë e shprejhes patatja e Bajgorës. Kuptohet, në kuptimin e mirë të saj, sepse për vërtet klima saj i bën këto perime shumë të kërkuara në tregun kosovar. Është interesant mënyra e ruajtjes së patates gjatë dimrit në formën tradicionale. Të dhe tash, që po bëni me patatet që keni nxjerrë? Tash me patate i rezervojmë këtu në grup. Po, pse në grup? Rinë ma mirë se po drup skena, që me thonë se me rëk dili këta prishën. Do më thonë... Këta hien këtu edhe te më ben për ndherë, as bim, as kurgjë, as nuk. A në hapë të shofim si duket ajo? Që grupa? Qenka e betonume? E betonume. A për në hedhë pak të shofim si bëhët? Ha. Ne i berën të ashtu në grupë. Nuk dëmtojnë ka i silë? Jo. Ja, nuk dëmtojnë, hesh. I shka prënë të ashtu. A të i hedhë një pasi që terën, apo? Mas e tire, ishtë jim këtu krejtë. Pa. Ka treg për to? Ka. Ka. Ka treg, për na nuk i shesim. Nuk i shesim? Ja. Bashkëtarët edhe ky vet e shfrytëzojnë kullosën e pasur dhe klimën e shëndetshme edhe për blegtori,
gjë që e hasëm bukur shumë livadheve plot gjelbrim. Jemi në njënën prej shtallave këtu. Ju sa që merreni me drejtori, me bujqësi, me çka t'i ofron fshati, apo? Po. Këto viça kaq të majmë janë race Roce mirë janë, e këmë morë pej mas lufte, e për të bje një lirë vështri, tani e këmë mojtë që ato gjithë që atë rosë sasojnë. Do me thënë trashëgimtar të sajtës. Trashëgimtar të sajnë e gjithë i kërë. Sa kredi keni? I kemi një 17 sypa. 17. Po. Çka bëni me qumshtin që e mirëni? Me qumshin, ma shumë e shesim djathë, mozë. Por to më veç një 2 vetë morim që të të bajgurës. Po se... Ata morin, gjithë 3 ditë vine morin ka 3 bukur shumë. shitësh. Bukur shumë. Vjetat pastaj i shqipni? Vjetat i morim, fermat nuk i shesim, veç moshkujt. I morim i bën të mëdhej, tani i shesim. Dhe ka treg për to ka? Ka. Këtu vine i morin. Nuk i qejnë treg kur. Ja. Në treg se qesim në kur. Din çka marrë? Po, vëlloj. Mirë, një shkop marrë njerë. Këta e në bio. Po, bio natyrisht. Ta si hon, si dhashe këtës, s'din që është ata. Kullosa është e mjaftueshme. E mjaftueshme shumë e mirë. Dekada me radhë, shaljanët mirëqenjen e kanë siguruar edhe duke punuar në mënyrën trepça të Stantërgut, por nga kjo e drejtë, para luftës i ka privuar regjimi okupator serb, pasojat e të cilit ndihen edhe deri në ditët e sotme. Jemi pranë shtëpisë tuaj këtu në fshat të ndërtuam mas lufte, sepse si që thatë, të gjithën që keni pas në asfalt atje ju ka djegë Serbia, po? Na, para lufte kemi qenë 5 vëzni. Kemi qenë në të rëllën push atje në asfalt. Pra, rrez lufta, mur ofenziva, në mur në susi shpijet, besa në ka vrova një vlo, në studime, edhe mas luftet u detyru me dal naltë. Rruga e keqe, mas vësës në asësën dulim naltë. Jem tash që të. Ju sa që keni qenë dhe pjesëtari UÇK-s dhe pjesëtari TMK-s? Jemi konë pjesëtari TMK-s, 10 vite kemi qenë në TMK, tash jemi pension TMK-s, edhe jetujmë që konaltë. Kush është me juve këtu në familje? Në familje jem veti 6. 4 fëmijë kam, 2 vajza, 2 moshkuj, 2 djemë, për të më hunë, edhe vetë me shuqe. Të gjithë jenë këtu? Të gjithë ju. Vesh me djallë jam, edhe me shuqe jem këtu. Djallë është i martum, e ka një djallë. Dhe me qenë se sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore në territorin e Bajgorës është e vogël, shumë familje për të siguruar ekzistencën janë detyruar të shpërngulen në vende të tjera, kryesisht në fshatrat fushore të Mitrovicës, Podujevës, Vushtrisë, Prishtinës e të tjera. S'është i vogël as numri atyre që fatin e kërkuan edhe jashtë Kosovës. E ku janë të tjerë? Të tjerët janë në Finland. Pse u detyruan të shkojnë? Pa u detyruan se në punë s'mëshin me hi, kryen ka pak shkollë, edhe drejt me të mbëllore s'mujta me shtinë punë, se si mershin. Se unë rëka 8 degë, e lash PDK-n edhe LDK-n, rëka në vetë vendosje, edhe që shtu ma murën i nati, edhe ty ma murën as djallin, as qikën në punë. Me gjithate nuk e ke nevojën e tyne? Jo, për tash nuk kam nevoj për askan. Heq. As partive? Mëre, për vetë vendosjen, une s'kam qka thamë. E lom me shtu. Se ma mirë
Ma mirë se që ju hikë Albin Kurti nuk ka heq për Kosovën tonë, edhe për shqiptarët. Mirë, mendoni që kjo Bajgor me këto kushte, me këtë klimë, me këto pasuri natyrore, është vend që mund të jetohet dhe mund të zhvillohet jeta? Është e vërtet që na para lufte kem pas, s'ka pas shpici, s'ka pas dhe në lëp. Po. Kurse tash elshun, mas lufte elshun se e shqetën ndërmojën shoqërore fije, e s'lan kur gju, edhe dosht mirë elshue edhe shtetin. Elshun katunit, elshun shehret besas si në zonë dhe shkun për tira shtetin. Tash, qështë. Dhe mendoni se megjithatë me këto fluturaket që ju kanë vu në altë, keni ndonjë përfitim për tyne? Zënë si jo, nuk kem përfitim na Po, kur gju, dhe shteti. Mm.